janë kursyer nga hetimi për rastin e Koçanit. Njëri prej tyre është vëllai i kryetares së gjykatës penale. Ali Ahmeti ironizon Mickoskinë duke thënë se zagarët nuk mund t'i zënë shqiponjat. VMR thotë se në BDI janë zogj. Nisi zyrtarisht fushata në garë 22 parti, 19 koalicione dhe 119 të pavarur. Komisioni Antikorrupsion njofton se 58% e institucioneve nuk deklaruan të dhëna për veturat zyrtare. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se po takohemi në lajmet orës 15:55 në televizionin Shenja. Një hulumtim i përgatitur nga IRL-ja ka ngritur dyshime se disa inspektorë tatimor dhe përfaqësues të MPB-s të dyshuar se kanë përgjegjësi në çështjet e tragjedisë në Koçan, ndërkaq janë të përfshirë në lëndët e prokurorisë. Sipas këtij raporti, njëri prej 3 inspektorëve të kursyer nga ndjekja penale është edhe vëllai i kryetares së gjykatës penale. Raporti i fundit i laboratorit të gazetarisë investigative i quajtur Koçani kompromisi ynë moral, me video pamje të papublikuara deri më tani, dokumente dëshmi të reja, rrëfime të trishta të mbijetuarve nga tragjedia e zjarrit në diskotekën Puls në Koçan, dhe lot të familjarëve të cilët kanë humbur më të dashurit e tyre nga kjo tragjedi, hapën edhe njëherë plagën e natës së kopshme e cila morri shumë jetë të reja, si dhe nxori në pah dëshmi të reja të cilat ngritën dyshime se disa inspektor tatimor dhe përfaqësues të MPB-s janë të përfshirë në çështjen e tragjedisë në Koçan, ndërkaq nuk janë të përfshirë në lëndët e prokurorisë. Në materialet e dorëzuara në IRL nga informatorët janë publikuar mesazhet e gjetura në telefonët e pronarëve të diskotekës Puls me inspektor të ndryshëm tatimor, inspektor policor dhe përfaqësues të tjerë policor, të cilët kanë bashkëpunuar me pronarët e diskotekës me qëllim që e njëjta ta kryej veprimtarinë në mënyrë jo ligjore. Pronarët vazhdimisht janë njoftuar për kontrollet e realizuara nga institucionet kompetente. Disa nga inspektorët kanë qenë mysafirnderi në mbrëmjet e kësaj diskoteke, madje shpesh edhe kishin pranuar mito, dhurata nga pronarët për shkak të shërbimeve që i kryenin. Emrat e inspektorëve të publikuar në raport janë Vesna Kuzmanovska, Dragan Paunov dhe Dule Dimitriev. Siç thonë nga IRL, Dragan Paunov është vëllau i kryetares së gjykatës penale të Shkupit, Daniela Dimovska. Gjykatë në të cilën do të zhvillohet procesi i gjykimit për rastin e tragjedisë dhe se puna profesionale e Dimovskës është e lidhur ngushtë me VMRO-DPMN-in. Në fund të kësaj historie qëndrojnë deklaratat e të lënduarve nga kjo tragjedi dhe të familjarëve të vdekurve, të cilët të dëshpëruar dhe plot mllef, thonë se nuk kanë as pak shpresa në sistemin e drejtësisë në vend dhe se nuk presin që ky rast të merr dënimin e duhur. Tragjedia në diskotekën Puls në Koçan ka ndodhur më 16 mars të këtij viti, ku humbën jetën 62 persona dhe u lënduan mbi 200 të tjerë. Kryetari i LSDM-s Venko Filip që sot në një deklaratë për media ka reaguar ndaj zbulimeve të fundit të laboratorit të gazetarisë hulumtuese lidhur me tragjedinë në Koçan. Ai tha se është konfirmuar ajo që LSDM ka denoncuar prej kohësh, se pushteti ka bërë gjithçka për të mbrojtur funksionarët e vet. Filip Qeri theksoi qëndrimin e partisë së tij, siç tha, për një hetim të plotë, të pavarur dhe të paanshëm që do të çojë drejt zbardhjes së plotë të rastit dhe sigurimit të drejtësisë për viktimat dhe qytetarët. Gjatë gjithë kësaj periudhe pam se si kjo qeveri bëri përpjekje të mëdha për të mbrojtur njerëzit e saj në hetimin për ngjarjen në Koçan. Dhe ja ku jemi. Tani shihet qartë se ata ishin mysafir të shpeshtë dhe të privilegjuar të asaj diskoteke, shtoi kreu i LSDM-s. Po të mos ishin konferencat tona, një pjesë e madhe atyre që sot janë të përfshirë në hetim, nuk do të ishin përfshirë fare. Më vjen keq që duhet ta them, por dje, pam fytyrën më të shëmtuar të kësaj qeverie.
Gjykata penale informoi se deri në fund të javës do të vlerësohet akuza për rastin e Koçanit, ndërsa kryeministri Kristian Mickoski tha se të gjithë ata që kanë faj për Koçanin do të përgjigjen. Pas afro 7 muajve nga tragedia në Koçan ku vdiqën 62 persona, gjykata themelore penale e Shkup ka njoftuar se më 3 tetor ditën e premte skadojnë të gjitha afatet ligjore për pranimin dhe dorëzimin e ankesave ndaj akt akuzës lidhur me zjarrin në diskotekën Puls në Koçan, me çka plotësohen të gjitha kushtet për vlerësim dhe pritet që akt akuza të vlerësohet deri në fund të javës. Nga atje theksojnë se ky është një rast me 37 të pandehur, persona juridik dhe fizik, të përfaqësuar nga 33 mbrojtës dhe përfaqësues të personave juridik. Duke pasur parasysh se në këtë moment, të gjitha akuzuarit edhe avokatët e tyre mbrojtjes e kanë marrë akt akuzën dhe të gjitha afatet ligjore për pranim dhe dorëzim në kundërshtimeve skadojnë më 3 tetor 2025, gjë që përmbush të gjitha kushtet për vlerësim, pritet që akti të vlerësohet deri në fund të javës, për të cilën publiku dhe palët do të njoftohen me kohë. Kryeministri Kristian Mickoski pyetur sot për storjen e IRL-s e cila ngriti dyshime se ka pasur të përfshirë inspektor tatimor në rastin e Koçanit, por se të njëjtët nuk ishin të përfshirë në akt akuzë. Tha se kjo çështje drejtohet nga prokuroria, përkatësisht nga prokurori publik i shtetit Ljupço Kocevski, dhe se si kryeministër nuk është as pak i kënaqur me punën e prokurorisë. Sigurisht që rastin është duke udhëhequr prokuroria, prokurori i shtetit të Kocevski, siç e patë edhe ju gjatë kësaj periudhe, kanë qenë rreth 12 prokurorë që kanë punuar në këtë rast. Nëse pyetja është nëse jam i kënaqur me punën e prokurorisë, përgjigjja ime është jo, nuk jam i kënaqur dhe pikërisht për këtë arsye ne mbështetëm në kuvend shkarkimin e Kocevskit. Pse LSDM-ja dhe BD-ja nuk e mbështetën shkarkimin e Kocevskit? Kjo është një çështje tjetër. Mickoski tha se kushdo që në çfarëdo mënyre është i lidhur me rastin e Koçanit duhet të dalë para drejtësisë. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti mbrëm mbajti një fjalim të gjatë në konventën e partisë ku shpalosi akuza në adresë të kreut të qeverisë dhe krerëve të partisë shqiptare në pushtet. Ahmeti përdori retorik folklorike, duke porositur Mickoskin se nuk mund të gjuaj shqiponja duke përdorur zagar. Këtyre fjalëve është përgjigjur Vëmëroja, duke theksuar se në BDI nuk ka shqiponja por zogj. Ka reaguar edhe Izet Migjiti, i cili thot se kjo shpalos nervozizmin që e ka kapluar Ali Ahmetin dhe njerëzit e tij. Fushata për zgjedhjet lokale ka filluar me tone dhe porosit të ashpra ndërmjet të oponentëve politik, ndërsa protagonist kryesor, ashtu siç ishin edhe në zgjedhjet parlamentare të para një viti, janë përsëri kryeministri Kristian Mickoski dhe lideri i BDI-s Ali Ahmeti, të cilët dërgojnë porosi publike të ndryshme për njëri tjetrin nga podiumi. Kristian Mickoski me zagar dilet në gjueti për lepuj, por jo për shqiponja, se shqiponja nuk zihen as me zagar, as me lakej e kasnec të cilat ti po i stërvit për të na denigru neve. Po ta përsëris edhe njëherë. Shqiponjat fluturojnë lartë në kaltërsi, zagarët ruaj për lepuj. Kjo ishte deklarata e kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili këtë porosi e tha të dielën gjatë konventës promovuese të kandidatëve për kryetar komunash në llogën e Aleancës Kombëtare për Integrim. Konventa bashkë me dy atrakitjet përfunduan, por më njëherë filluan reagimet në opinion. I pari që reagoi ishte zëvendës kryeministri dhe njëherësh njëri ndër liderët e Vlenit, Izet Migjiti, ku pas asaj deklarate, Migjiti karrierën politike të Ahmetit e shpallit të përfunduar. Dhe kjo flet qartë, dhe me thonë qartë pse zoti Ahmeti mbron foli për gjithë shka, foli me nervos, foli me urrëtie, që nuk e ka herën e parë, ka sha 700 miliona shqiptare, tetovarët i quajti ndryshe, i ofendoi. Pra nuk është ofendimi as i pari, as i fundit, po kjo flet për nervozën që së ndon tek zoti Ahmeti dhe tjera.
Nga i apostrofuari Christian Miskoski, deri në këtë momente kam bizotruar heshtja, por jo edhe nga partia e tij. Nga VMRO DPMN e Ahmetit i janë përgjigjur përmes një kumtese, duke i thënë se ju nuk jeni shqipon, por një zog i zakonshëm. Kemi një mesazh për Ali Ahmetin. Ju nuk jeni shqiponj, por një harabel i zakonshëm. Dhe në thelb, ju nuk jeni as shqiponja, por parti kriminale dhe të korruptuara. Më të friksuarit janë më të zhurmshmit, me projekte, me masa, me reforma dhe me një jetë më të mirë. Shqiptarët kanë kohë që kanë pasur Ahmetin të ngopur dhe do ta tregojnë këtë në zgjedhjet e ardhshme, së bashku me maqedonasit, të gjithë të bashkuar. Për të qartësuar këto deklarata të Ahmetit, ka folur sot sekretari i përgjithshëm i BDI-s Faton Ahmeti. Ai tha se deklarata e Ahmetit është e keq kuptuar. Mendoj që e keni keq kuptuar qëndrimin e zotit Ali Ahmeti. Kryetari Ahmeti shqiptarëve ju referua si shqiponja dhe ato fjalë nuk kanë qenë të dedikuara për shqiptarët. A kanë qenë për anëtarët e Vlenit? Ato fjalë kanë qenë të dedikuara për të gjithë vazalët të cilët i shërbejnë politikës VMRO DPMN-s. Reagime të shumta ka pasur edhe nga shumë eksponentë të koalicionit të Vlen. Ka nisur sot zyrtarisht fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale të 19 tetorit. Në zgjedhje marrin pjesë 22 parti, 19 koalicione dhe 119 grupe votuesish, gjithsesi kandidatë të pavarur. Qyteti i Shkupit ka më shumë kandidat për kryetar komune, gjithsej 16. Partitë dhe kandidatët e pavarur fillojnë sot prezantimet e tyre zyrtare para votuesve në ditën e parë të fushatës për zgjedhjet lokale të vitit 2025 në Maqedoninë e Veriut. Fushata zgjedhore që nis sot do të zgjasë deri mesnatën e 17 tetorit, e ndjekur nga një heshtje 24 orëshe para votimit më 19 tetor. Zgjedhjet lokale të vitit 2025 janë të tetat që nga pavarësia e vendit dhe të katërtat për të zgjedhur kryetar komune dhe këshilltar në 80 komuna dhe qytetin e Shkupit. Votimi do të zhvillohet në 3480 vendvotime për 309 kandidat për kryetar komune dhe 576 lista kandidatësh për anëtar të këshillave komunale ose gjithsej 10.490 kandidat. Në zgjedhje do të marrin pjesë 22 parti, 19 koalicione dhe 119 grupe votuesish, gjithsesi kandidatë të pavarur. Qyteti i Shkupit ka më shumë kandidat për kryetar komune, gjithsej 16. Të drejtë vote në zgjedhjet lokale të këtij viti ka 1.832.415 votues, nga të cilët 1.717.803 janë brenda vendit, ndërsa 112.000 të tjerë janë të regjistruar në listën e posaçme të votuesve, me persona që janë që regjistruar dhe punojnë dhe banojnë përkohësisht jashtë vendit, 2.162 votues që vuajnë dënime me burg ose para burgim dhe 450 votues që do të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar në azile pleqësh. Nuk ka votim në diaspor për zgjedhjet lokale, por nëse persona që janë të punësuar përkohësisht ose jeshtojnë jashtë vendit, udhtojnë në vend, ata do të mund të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar. Në 132 qendra votimi ka më pak se 10 votues, për të cilat votimi do të zhvillohet në qendrën më të afërt të votimit, si dhe 70 qendra votimi me mbi 1000 votues. Deri më 10 tetor, pacientët dhe të pafuqishmi që dëshirojnë të votojnë në shtëpi duhet të paraqesin kërkesa në komisionet komunale zgjedhore me dokumentacion përkatës. Votuesit që janë në arrest shtëpiak në ditën e votimit dhe që dëshirojnë të votojnë duhet të njoftojnë komisionin komunal zgjedhor përmes një përfaqësuesi të autorizuar jo më vonë se 3 ditë para ditës së caktuar për votim, 14 tetor. Kandidati i koalicionit Vlen për komunën e Çajirit, Izet Megjiti, deklaroi se Çajiri të bëhet një komunë moderne, funksionale dhe europiane. Koalicioni lansoi disa projekte për komunën e Çajirit, si ndërtesën e parkingut nëntoksor tek sheshi, garazh me kate tek kompleksi Çajçanja dhe garazh të montueshme në Fushë Topan. Ai theksoi se do të zgjerojnë arterjet kyçe si rruga Cvetan Dimov dhe gjithashtu njoftoi edhe implementimin e sistemit modern të menaxhimit të mbeturinave. Do të themelojmë inkubator biznesi për kompanitë dhe një fond lokal inovativ për të rinjt sipërmarrës, theksoi Megjiti. Çajiri meriton punë, vizion dhe vepra konkrete.
Kjo nuk është vetëm një kandidatur për kryetar komune. Kjo është fillimi një misioni për shtirim nga monopoli një partijak. Një mision për thyrje në sistemit të vjetër dhe të korruptuar të një partije që i mbajtë shqiptarët dhe të gjithë qytetarët e Çajirit në varësi, frikë dhe pasiguri. Thelbi i demokracisë është ndryshimi, pluralizmi e jo sëndimi një partije që identifikohet me shtetin. Kandidati AKI-s për komunën e Çajirit Bujar Osmani prezantoi programin e tij për fushatën zgjedhore me prioritete afaqshkurtra dhe afatgjate, duke theksuar se ndryshimi është i domosdoshëm dhe duhet të fillojë menjëherë. Ai premton 2500 vende parkimi, ndërmarrje të re komunale dhe luftë kundër korrupsionit, si dhe transmetim të drejtpërdrejtë të gjitha fazave të prokurimeve publike. Ai shtoi se Çajiri nuk mund të jetojë më në kaos, pa rregull dhe i kapur nga një klik që nuk e qeveris as vetë komuna. Sipas tij, qytetarët nuk kërkojnë vetëm ndërrim emrash në përfunksione, por ndryshim të vërtetë si pastërti, rregull dhe rrugë të lira. Në programin e tij Osmani prezantoi 2 drejtimet kryesore për veprim urgjent për problemet më kritike dhe një vizion afatgjat për zhvillimin e Çajirit. Programi im ka 2 trajektori, 2 rrugë. Njëra është ajo rruga emergjente, me të cilën do nisim që ditën e parë, për shkak se mendoj që janë çështje të cilët nëse nuk i trajtojmë më njëherë, do bëhet vonë. Analizat tona tregojnë se për disa vite Çajirit i parashihet kolaps total i funksioneve bazike të jetës. VMRO po menoj nisjen zyrtare të fushatës e bën në Shkup, duke promovuar kandidatin e tyre për qytetin e Shkupit Orse Gjorgjevskin. Kryetari i partisë dhe njëherët kryeministri Kristian Mickoski ka vazhduar me promovimin e punës së tyre për kohën prej kur janë në pushtet. Ai ishte sot në Grasko ku u shikoi aktivitetet ndërtimore të një rruge. Kryeministri ngati u shpreh se janë 2 opsione. Nga njëra anë është VMRO DPMN dhe koalicioni dhe nga ana tjetër koalicioni siç shprehet ai, LSD BDI Levica, dhe se tjetër opsion sipas Mickoskit nuk ka. Se përket të zgjedhjeve, qytetarët kanë 2 mundësi në këtë zgjedhje. Njëra mundësi është koalicioni i LSD-s, BDI-s dhe Levicës, pra koalicioni i Venko Filipçes, Ali Ahmetit, Dimitar Apasjevit dhe edhe nëse do të thoja Dimitar Zaev, nuk do të ishte gabim, sepse në prapavi është ai këtij koalicioni dhe kjo është rruga që ne kemi parë për 7 vjet. Në anën tjetër, është koalicioni i udhëhequr nga VMRO DPMN, është koalicioni që fituan mbështetjen e qytetarëve 15 muajt e kaluar. Lidhja Social-Demokrate fushatën zgjedhore e nisi nga Krusheva, ku kandidojnë me Tome Hristovskin. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe, duke promovuar kandidatët e partisë, ju tha se janë themeli i shtetit dhe se bashkë duhet luftuar për siç u shpreh shtëpinë tonë. Ai duke u drejtuar votuesve të zhgënjur për që ende, siç tha, mendojnë se LSDM është opsioni vetëm që shteti të shkojë përpara, tha se e pranon që nuk kanë qenë çdo herë ashtu siç kanë pritur qytetarët, por shtoi se pa një LSDM të fortë, shpresa e vetme e Maqedonisë për të qenë një shtet i drejtë, njerëzor dhe demokratik me një perspektivë të qartë përpara dështon. Deri te votuesit e LSDM-s, ju jeni themeli kësaj lëvizje, memoria dhe vetëdia jon. Kur ka qenë më e vështirë, ju e keni mbajtur linjën e demokracisë dhe e dini që LSDM është opsioni më i dur që është në anën e qytetarëve dhe interesit publik. Energjia juaj, lufta dhe besimi janë kyçe për suksesin e fushatës, për të transmetuar mesazhet e sinqerta nga lagje në lagje dhe nga familja në familje. Duke prezantuar programin e tij, kandidati pavarur për kryetar të komunës së Karposhit Stefçi Akimovski u shpreh se nëse vazhdohet me këtë politikë të papërgjegjshme, Maqedonia do të vazhdojë të fundoset. Prandaj ai u bën apel banorëve të kësaj komune që të mendojnë kë do të votojnë dhe u tha që të votojnë ata që ofrojnë zgjidhje për hallet e tyre e jo ata që jo vetëm që nuk i zgjidhin problemet, por e rëndojnë edhe më shumë jetën e qytetarëve. Po bëj apel tek qytetarët e komunës së Karposhit dhe të Shkupit, të votojnë për zgjidhje jo për inatçor, por të votojnë për ata që do t'i zgjidhin problemet e tyre dhe jo ata që do t'ju krijojnë probleme edhe më shumë dhe do të rëndojnë jetën e tyre.
Të dielën mbrëma u mbajt konventa e koalicionit LDP Grom Integra, Partia Konservatore Maqedonase, në të cilën paralajmëruan, siç thanë, njoftim të fuqishëm për rivendosjen përfundimtare të veçeverisjes lokale me fokus në cilësinë e jetës së secilit individ. Me më shumë rezultate dhe më pak justifikime për sukses dhe përvoja, njohuritë dhe aftësitë tona janë një garanci e shkëlqyer në këtë proces, thanë partitë e koalicionit. Me këtë cikël zgjedhjesh, ata mbajnë numrin 1. Me këtë numër, siç shprehen ata, shpallin fillimin e fundit të grisë së zezë dhe të bardhë në sistemin politik të Maqedonisë dhe fillimin e ringjalljes ekonomike të atë dheut. Vetëm 42% e institucioneve shtetërore kanë dorëzuar të dhëna për vetura zyrtare. Komisioni për parandalimin e korrupsionit sqaroi se të dhënat i kanë dorëzuar 635 institucione, ndërsa 879 institucione ose 58% nuk kanë përmbushur këtë obligim ligjor. Komisioni për parandalim të korrupsionit ka njoftuar se vetëm 42% e institucioneve shtetërore kanë dorëzuar të dhëna për vetura zyrtare para zgjedhjeve lokale 2025. Nga antikorrupsioni thonë se nga gjithsej 1514 institucione, tek ata përgjigje deri më 29 shtator 2025 kanë dorëzuar 635 institucione, ndërsa 879 institucione tjera ose 58% prej tyre nuk kanë dorëzuar fare të dhëna. Nga 635 institucionet që dorëzuan informacion, 63% ose 403 institucione e bën këtë brenda afatit ligjor dhe raportuan 4079 automjete, ndërsa 232 institucione dorëzuan të dhëna për 2558 automjete pas afatit. Nga të dhënat e paraqitura nga 635 institucione, regjistri deri më tani ka publikuar informacion për 578 institucione që kanë 6637 automjete, ndërsa 57 institucione raportuan se nuk kanë asnjë automjet zyrtar. Nga gjithsej, 6637 automjete të regjistruara në regjistrin e automjeteve, 5456 janë në gjendje të mirë për qarkullim, 1003 nuk janë në gjendje të mirë për qarkullim dhe për 178 automjete nuk ka fare të dhëna mbi gjendjen e tyre. Të dhënat e dorëzuara nga institucionet antikorrupsioni ka krahasuar edhe me të dhënat zyrtare të marra nga Ministria e Punëve të Brendshme. Është përsaktuar se për disa institucione numri i automjeteve të raportuara përkon plotësisht 34% e institucioneve, por ka edhe një numër të konsiderueshëm rastësh ku institucionet 66% e institucioneve raportuan më shumë ose më pak automjete se sa janë të regjistruara në të dhënat e MPB-s. Ka edhe institucione që raportuan se kanë automjete, 27 institucione, por në të dhënat e MPB-s ato automjete nuk ekzistojnë fare, gjë që tregon mundësinë që automjetet të jenë të regjistruara të një person tjetër juridik, por janë dhënë ose caktuar për përdorim. Nga antikorrupsioni thonë se 879 institucionet që nuk dorëzuan informacione sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 192 institucione kanë 2028 automjete, por nuk kanë dorëzuar asnjë informacion në këtë komision. Në Kongresin për Nanoteknologjinë, Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria po guxon të udhëheqë në shkencë dhe teknologji në rajon, duke vendosur inteligjencën artificiale në qendër të vizionit të saj për vitin 2030. Shqipëria është një komb që guxon të udhëheqë dhe jo të ndjek. Duke krijuar një ministre të AI të parë në botë, vendi nuk po përqafon thjesht të ardhmen, por po kontribuon në projektimin e saj, u shpreh Rama. Ai theksoi se diella nuk është një lodër, por një instrument për transformimin e pushtetit shtetëror në shërbim ndaj qytetarëve, duke synuar transparencë të plotë në tenderët publike dhe procese të tjera. Jemi të bindur se shumë shpejt do të ofrojmë një mekanizëm të jashtëzakonshëm për tender publik transparent e me integritet si kurrë më parë. Fuqizimi i AI-s është një shtyllë themelore e qeverisjes sonë, tha Rama, duke shtuar se vizioni për Shqipërinë 2030
bazohet në integritet, inovacion dhe udhëheqje shkencore. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu do të takohet të hënën në Washington me aleatin e tij më të fortë, presidentin amerikan Donald Trump. Ky takim vjen në një moment teje delikat ku Izraeli po përballet me izolim ndërkombëtar në rritje, kritika nga aleatët historik dhe kërcënime për destabilizim të qeverisë së Netanyahut në vend. Ndërkohë edhe administrata e Trump po tregon shenja të qarta impatience duke kërkuar një përfundim të afërt të luftës. Në një postim në rrjetet sociale një ditë para takimit, Trump shkroi: "Kemi një mundësi të vërtetë për madhështi lindjen e mesme. Të gjithë janë në bord për diçka të veçantë, për herë të parë në histori, do ta bëjmë realitet." Trump dhe Netanyahu pritet të takojnë në zyrën ovale të Shtëpisë së Bardhë. Gjatë javëve të fundit, 28 shtete perëndimore që dikur mbështesin fuqishëm Izraelin kanë kërkuar ndalimin e ofensivës në Gaza, duke përmendur katastrofën humanitare dhe urinë ekstreme. Ushtria izraelite ka kryer më shumë se 140 sulme ajrore në rripin e Gazës në 24 orët e fundit, transmeton Anadolu. Ushtria izraelite, e cila nisi ofenzivë toksore për të pushtuar qytetin e Gazës, vazhdon bombardimet ajrore në enklav. Sulme toksore dhe ajrore po intensifikohen në rripin e Gazës, ku palestinezët që refuzojnë të largohen nga toka e tyre pavarësisht urisë dhe masakrave kanë kërkuar strehim. Ushtria izraelite po i detyron palestinezët të cilët mbeten në Gaza pavarësisht. Të nderuar, këtu është fundi i lajmeve. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, mirupafshim.